Sa është vështirë me qenë prind? Realisht në kushtet e rrethona të cilat jena, është vështirësi. Mu më duket, duke pasur parasysh me kohën cilën jam rritur edhe tashën, unë shoh që prind nuk janë të mirat shumë me fëmijët e tyre. Kulturën të cilën e kemi pas në atëherë nuk e kanë. Në atëherë kena pasur infrakulturë, kena respektuar të vjetrin, kena respektuar prind, nanën, babën. Tash është këtë një çështje tjetër. Unë jam shumë krenar për bashkëshortën time. Fal asaj sot jam ku jam. Gjitha të mirat e Zotit i kam. Unë nuk kisha mujt me bëu vet, po mos ta kisha bashkëshortën. Bashkëshortën e kam shtyllën kryesore ose do të mbështetjen kryesore për çdo gjë në jetë. Mirë, ju sjeni? Nga pak ju? Ka pak kështu. Te kajt të kemë? Jem prej komunës Ferizajt, po jem tarë prej komunës Kaçanikut, po me vend banem Ferizaj. Apo non me çka mirë? Po, zakonisht punojmë, punoj me një firmë kështu private dhe e kam një punë shumë të mirë. Mirë është mirë diçka, okay. A je prind? Po jam prind i një vajzë një djalit. Vajzën e kam moshën 4 vjeçare Luna, po ashtu dhe jam prind i djalit që është 1 vjeç Tionit. Sa është emrat e mira apo s'kelon? A do të thotë sa është vështirë me qenë prind? Realisht në kushtet e rrethona të cilat jena, është vështirësi, po kënaqësinë dhe lumturinë që të japin fëmia çdo gjë te kalohet. Është gjithçka me na sov zot lumturisë njerit. Tjera sfidat nuk vlen asgjë. Gjatë kësaj kohe të rritjes fëmijëve, a ke pasur sfida? Realisht kur ka linë vajza por Luna, apo në kohë e pandemisë. Sfidat më të mëdha kanë qenë atëherë kur, domethënë fillimi i pandemisë, nuk kisha akses në shku me po vajzën për arsye të rregullave strikte të cilat kanë qenë atëherë. Ashtu edhe me djalin kam pasur për shkak të lindjes djalit, atëherë ka pasur një akon të varë sjellë pengesa në atë raportin aty, po gjithçka ka marrë në sotës normale që u kanë dashur nuk ka. Po, lutem. Si sheh sot prind sa po merren me fëmijë? Realisht mu më duket, duke pasur parasysh me kohën cilën jam rritur edhe tashën, unë shoh që prind nuk janë të mirat shumë me fëmijët e tyre. Kulturën të cilën e kemi pas në atëherë nuk e kanë. Para mendoni po shkosh në institucionet shkollore këtu në komunën Ferizajt, e sheh çfarë çështje ndryshme kanë fëmijët ndaj prindve. Në atëherë kena pasur infrakulturë, kena respektuar të vjetrin, kena respektuar prind, nanën, babën. Tash është këtë një çështje tjetër. Dhe gjithmonë edhe fëmijës tam Lunës, e cila është më e madhe, gjithmonë unë jam mësuar respekt në gjithë do të pas ndaj më të vjetrit. Po mendoj që kjo më hapat në arshëm besoj që do të kalojnë tek shoqënia. Sa ti mbështetje bashkëshortën gjatë rritjes fëmijëve, gjatë gjitha këtyre që ka kaluar, domethënë këtë etapë familjes. Lutem, ekziston ajo thonjë që është shumë e vërtetë. Mbas një moshëlle suksesshme gjithmonë gjendet një bashkëshorte e suksesshme. Unë jam shumë krenar për bashkëshortën time. Jemi martuar para 7 vite. Jam shumë krenar me to. Po domethënë fal asaj sot jam ku jam. Gjitha të mirat e Zotit i kam. Po mas pore kena shëndetin, po kena me të mira materiale me gjithçka është këtë asën. Domethënë nuk kisha mujt me bëu vet, po mos ta kisha bashkëshortën. Bashkëshortën e kam shtyllën kryesore ose domethënë mbështetjen kryesore për çdo gjë në jetë. A mendon se shoqërica nuk e kanë këtë mbështetje që shekini ju, domethënë ti për bashkëshortën tonë? Realisht më varet raporti mes burrit dhe gruas. Çfarë raporti kanë? Në momentin që ti bashkëbisedon me bashkëshortën tonë, ata jo bashkëbisedon me ty. Në atë moment krijohet një farë mbështetje të njëri tjetrit. Nëse nuk është mbështetja të njëri të tjetrit, nuk ka më pas sukses. Edhe në jetën e përditshme, edhe në biznes, edhe në shkollë, edhe kudo që shkosh, si mos mbështetesh te dikush, nuk mundesh me pas kur asaj. Unë mendoj që trit, sidomos gjeneratat e reja nuk diskutohet për këtë gjëna. Realisht kam shumë miq për shembull që janë nda prej bashkëshortëve tyre për arsye banale. Është çmenduri më do për një llap prej gruas. Momenti që ke drejt duhet gjithmonë të më kona e pika kryesore jote synimit për me pas një jetë më të mirë. Ke kaluar për shembull një bashkëshortë 10 vjet, por një llap të vogël dëshiron që ti të ndahesh, është çmenduri, është abstrakt i jetës kjo. Që ti nuk mundesh me pas akses aty. Prandaj gjithmonë të më koni një bashkëbisedim dhe një çështje më direkte mes dyve për me pas një jetë më të lumtur. Pikërisht një mesazh për gjithë çiftet, kjo që e bashkëbisedon. Realisht të ketë më shumë dashuri mes dyve. Mas pore e kryesore ta ketë dashnin, mbi të gjitha do të më pasë shëndetin. Shëndetin le ta kenë, tani vinë gjëra të tjera ndal ngadalë. Le të ketë dashni, respekt, reciprocitet, domethënë respekt të njëri ndaj tjetrit. Tjera të vonë gjitha, me gjithçka kalohet me kohët e caktuara.